Zëri se ardhmes po vjen, me talentet e ri. Përshëndetje për të gjithë miqtë e mi të vegjël dhe ne ja u kthyem me talentet tanë. Ndërsa sot, kë e kemi mysafir. Na ndjekni në vijim. Pra, ja kush është me ne, këtu e kemi këngëtaren, vashëzën e vogël që luan në piano shumë bukur dhe që ka marrur gara në shumë festivale dhe emri saj është Albina Idrizi. Nuk kam nevojë unë që ta prezentoj pasi që të gjithë e njohin mua këtë. Albinën e vockël, Albinën e bukur që ka një buzëqeshje të ëmbël. Mirë se erdhe Albina në emisionin tonë. Mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën. Mirë Albina, po ti që ke rritur? Si kalon tash? Më tregon një periudhë të gjatë, nuk jemi parë, ne sërish po ritakohemi dhe ti më ke treguar një sër se endesh për ty, do me thonë unë e di se matematika si lënë të shkon, po ka diçka të re tjetër? Më thuaj për pianon? Unë në qershor këtë vit mora pjesë në gara në Venedik, ku fitova çmimin e tretë. Wow, çmimin e tretë në Venedik. Pa. Të lumt, po këtu në Maqedoni ke marrur pjesë me... Po, mora pjesë në garat ku fitova çmimin e dytë. Me çka? Me piano njësoj? Po, me këngën si është me këngën? Ke qenë ndonjë festival për asaj kohe që nuk të kemi parë pranë ekranit televiziv të... Jo, nuk kam qenë në festival. Nuk e qenë, do me thënë, tani pjesa yte e krijimtarisë është në luajtjen piano, apo jo? Tani për shikuesit tanë, për miqtë e vegjël, të ndjekim një pikë në piano, apo jo? Pa. Hajde. Ja, ne sërish të rikthyem këtu me Albinën. Albina, cila është ëmbëlsira jote më e preferuar? Mua të gjitha ëmbëlsirat më pëlqejnë shumë, mirë, por ëmbëlsira ime e preferuar janë çokollatat. Çokollatat? Po tortët i do? Më shumë i dua çokollatat. Wow, çokollatat. Edhe unë i dua, po e dua të çokollatën e zezë pasi që nuk ka shumë kalori. E dish ti? Mirë, po si e me patatët, për shembull. Patatët. Patatet e skuqura i dua. Skuqura? Pa. Në shtëpi që i bën apo që i blen kështu të gatshme? Në shtëpi. Wow, kjo do me thënë shumë mirë. Mirë, Albina, po më trego çfarë bën ti në shtëpi pas shkollës? Çfarë bën Albina në shtëpi? Pas shkollës në shtëpi bëj detyra, dal me shoqet, luaj, ushtroj në piano, shkoj në shkollë të muzikës. Dhe kështu. Dhe shumë, do me thënë është një rutinë. E mëngjesit edhe shoqërohesh me shoqet edhe gjithçka e bën. Pra tani të ndjekim edhe një pikë muzikore nga kjo bukuroshja jon Albina.
pëlqen, jetën unë e pikturoj, kur ata të jenë të lumtur, lind një diell i ri kudo. Lozni e këndoni, në çdo stin e në çdo kohë, bota nuk ka bukuri, kur ata nuk janë kudo. Buzë qeshja fëmirore, gjëja më e shenjtë në botë, edhe malet e luginat lumturin në adhurojnë. Buzë qeshja fëmirore, gjëja më e shenjtë në botë, edhe malet e luginat lumturin në adhurojnë. Ata dhurojnë ngrohtësi, dashuri e harmoni, si yje shkëlqejnë në qiell, më të bukurit në univers. Sa e lumtur ndjehem unë, kur në sken këndoj për ju, nga zemra ju uroj unë, fatit ju përcjell gjithkund. Buzë qeshja fëmirore, gjëja më e shenjtë në botë, edhe malet e luginat lumturin në adhurojnë. Buzë qeshja fëmirore, gjëja më e shenjtë në botë, edhe malet e luginat lumturin në adhurojnë. Ju o fëmijë, jeni yje kudo, zëri juaj gjithmonë, gjithandej të jehoj. Buzë qeshja fëmirore, gjëja më e shenjtë në botë, edhe malet e luginat lumturin në adhurojnë. Buzë qeshja fëmirore, gjëja më e shenjtë në botë, edhe malet e luginat lumturin në adhurojnë. Ja sërish të rikëthyem, aty mbrapa kemi kopshtin zoologjik dhe tani të kisha pyetur diçka, dy kafshë. Miun apo elefantin? Çfarë preferon? Elefant. Wow, elefantin. Pse elefantin? Nuk e di. Nuk e di pse është i madh? Po, Çfarë elefante donën? nuk e di. Çfarë ngjyre? Blu. Blu, wow, elefantin blu. Po, ke kënduar ndonjëherë për këto elefantet apo jo? Jo. Jo, asnjëherë? Jo. Wow, po edhe unë e dua elefantin, në të vërtet. Miu nuk e dua. Pse ti nuk e do miu? Shumë i vogël, nuk e di. I vogël edhe, bën dome? Po. Mirë pra, bën dome. Mirë pra, tani, do të ndëgjojmë edhe një pikë në piano? Po? Hajde të ndëgjojmë.
Mirëmëngjesja pra miqtë e vegjël të gjithë kudo që gjendeni dhe që na shihni. Ne me Albinën, në fakt Albina, e jo unë, Albina luajti në piano, Albina na këndoi, Albina na rrëfeu se ka marrur edhe çmim, domethënë ndërkombëtar apo jo. Albina na tregoi se i ka qejfë ëmbëlsirat dhe Albina tha, elefantin e dua, nuk e dua mi unë. Apo jo, pra miqtë e mi të vegjël, këtu po i vje dhe fundi i rubrikës Son Talentet dhe shpresojmë se të gjithë do keni hapësirë këtu dhe t'ja hedhim këngës valles, të kërcejmë, të luajmë sport, të qeshemi, apo jo? Pra, hajde, të gjithë. Me
miqtë e mi të vegjël, ja edhe jemi ka fundi, e pam se ç'na rrëfeu Albina, kishte garuar dhe kishte marrur një çmim ndërkombëtar. Albina na këndoi shumë bukur, Albina në rrëfeu se i do ëmbëlsirat dhe Albina na tha se e do elefantin. Dhe për përfundim, pasi që e zgjodhi elefantin, Albina do na rrisjajë diçka të madhe, do me thënë ndonjë garë botrore apo jo, një sallë të madhe me piano dhe do na këndosh, të dyat me njëherë. Mirë, pra i përshëndesin të gjithë miqtë dhe i urojmë suksese. Tani posa ka filluar shkolla, do me thënë, por mos të harojmë. Hapësira është e juaj dhe të gjithë do të keni pjesë në këtë rubrikë. Pra, mbetëshi mirë.